Anglaz živio srcari je che sono najbaro gradi. Anglaz. Anglaz si ne slobodno te pereste pashos kajgo si ne tu qifli. Tash me krahasu periudhën e përparme, tash që në kohën e komunizmit, ndoshta për këto komunitete ka qenë koha më e mirë. Pasi se cila shpije ka pas ka një të konsumë. Na samo një kosto nego se ne i celu ustaje dok se ne postajno, se ne regularno, se ne la česa orenje. Misal të vakerave ka i anë do mareba o shajtë vakerave ka jo Romas në gjithina majlo shale, sineton sako sineto pibuti feriso ekonomiku një situacija sinete maj shukane feriso o fabrike sine kena butit. Na kemi pas fabrikën e tekstilit e Mindorakun, cila ka punësu një numër jashtëzakonisht madh popullatës Gjakovës, edhe aty kanë qenë komunitetet minoritar, ku kanë punu. Kohën e luftës ka qenë vështirë. Faktikisht na kem pas frikë prej gjitha ondëve. O kohën vështirë, kena tentu me dalë për Macedoni, po s'kena mujt me dalë, jena këtu i prapë, tonë kohën e luftës kena qenë këtu. Pra mu e me a ditë Zotit që mas pare që nuk na kanë guckush, kena pështu mirë. Me dalë s'kena dalë, kena nejtë të shpija, qështu. Pej se thmija mu kanë mytë pej luftës, jon ikë, jon ardhë deri në Malzi, aty jon hypë me një par anije, ajo u shkatru nujën shkusnija poshtë, djalin madhë me 4 fëmijë edhe me grue, une s'kimi mujtë na me shku, mi lypas, mi gjetë. Po ka ka lufta një kaske në ndasa qes një zengi një amengi. Vazhdi baktë amen sana e kaj ka mash Karolini, mash kërë du jaga e mësako ja verë manapsine da i tane te ova. Ja anglunia, ja e dujto. Pësine kene ovija e Korea, okova jave reja manapet te ove, okova jave le latu po nak, na kam latu, mar latu. Po nuk muj me i përfshim me një fjallë, dhe me thonë me një periudhë gjithë situatën e komuniteteve në mashkel egjiptian. Po ato ndohën disa periuda, ku ka qenë periuda mas konfliktit, ku këto komunitete kanë qenë
me një situatë ma të pakëndshme, kanë pas disa probleme, ku mujna me që kanë qenë problemi i lëvizjes lirë për komunitetin rom, ka qenë problemi i sigurisë, ka qenë problemi kur shumë familje është dasht me lëshu shtëpitë e tyre. Kana hanka qivije je crta, je linija, jem pokušajnija sate kova kare kotesia, soresla, kotesi të në Roma, në lepar gjana. Ky komunitet besoj që në Kosovën pas 99-ës ka nisë të merë frym, sepse ne nuk kemi di çka është përfaqësimi institucional, s'kemi di çka media, nuk kemi di çka është integrimi, dhe sot e kemi një qasje, jo po them gjithçka okay, por kemi një qasje sot do këto pak më të mirë krahas me vitet e 99-ës. Balkan Sunflower started in response to the refugee crisis of the Kosovo War in '99. There was an internet call basically for volunteers to work in the refugee camps in Albania and Macedonia. In July of '99, we came up here to Kosovo when it was open to return, and we began our activities mainly with the returning refugees at that point, and activities in terms of the kids who were living in IDP, in temporary housing, in the camps, the settlements that were set up. People had no homes. A lot of people were quite traumatized. A lot of children had difficult situations. Objesev klasik butë važno e bari uloga në životës. Me se qumë engleski të lafizave, të pishizave, se qumë kompjuterit të kuristizave, praksirizum sa kada, hem se qumë sosi timsko radi, sosi dobizum iskustvo, anë miri buci preko BSF. Biggest projects today are the Learning Centers Network, and so it's helping children from the Roma, Ashkali, and Egyptian communities to stay in school, to go to school, stay in school, and succeed in school. Problem është që në Kosovë, komunitetet Rom, Ashkali dhe Egyptian në vitin 1979, shumica për tyre e kanë braktisë shkollimin. Dhe tash është një zbastir 20 diçka vjeçare, dhe në fjalë e vjetër popullore thotë që edukimi i fëmijëve fillon 20 vjet para se fëmiu të lindë. Kjo do të thotë që prindi duhet të jetë arsimuar. Për shkak qendra ofron programe shtesë që të ndihmojë prindve dhe shkollës që fëmia të kenë sukses në edukimin e tyre. Pse, domethënë ka filluar qendra, të marr parasysh gjendjen edukimit të fëmijëve të komuniteteve Roma, Ashkali dhe Egyptian fushë Kosovë, që ka qenë nivelin shumë të ulët, të marr parasysh gjendjen para luftës dhe mas luftës, që këta fëmijë nuk i kanë ndjek mësimet nëpër shkolla publike, atëherë kemi pasur arsyeshme që të hapet një qendër e cila ka më mundsu fëmijëve që të ndjekin mësime plotësuese, të mësojnë sa më mirë dhe të jenë barabartë me gjithë fëmijët tjerë. Të rinjve që ndihmojnë fëmijët janë nxënësat e shkollës së mesme dhe fakultetit, të cilët çdo ditë 2 deri 3 orë punojnë me fëmijë të moshave më të ulta. Këta janë shembull për fëmijë, ta i ndihmojnë tyre me një bursë të vogël të cilën e përdorin për libra, materiale, apo udhëtim, apo ushqim në shkollë, dhe kjo i ndihmon shumë edhe familjes.
Por të qenë tutor duhet të pasur kujdes ndaj fëmijëve se si sillesh me ta, duhet të pasur respekt, mirësjellje, duhet ta mësosh fëmin që të jetë i edukuar se si të sillet në shkollë, si në shtëpi, në rrugë. Kidave qavena një Maririk Markovac, si ma duj tutureka, po më znamo të kidaj qaven. Kida se qavin se pikaj si po bezbedno të amin të lasënd, si amin prešlo sko prvi razred, drugi te treći. Se piorio като риконе, а не маре махали си доста риконе, кај о мануша мукна и напханален, дяка шај хал хадженес. До по 5 минутове на улица като драмес. Сега имам други, трети, четвърти разред, някои ученици. Сега имам 40 минута формално, че те завършим първо домашни задатък. Остало време си са неформално образование, значи kroz игри, kroz активности, kroz razne stvari sa ševiola slenge pokolaj. Aktivnosti spremaju zajedno fasilitatori i tutori, ali najviše fasilitatori. I aktivnosti su uglavnom vezane za decu i za ono u čemu su oni najslabiji. Причиза са неге причиз, кати книга, къде хая вер дромо можда, а верзис дава да нисто къде книга и екджено лендер причизла вере чавенге, исто къде прича, а поров начини. Nek mi nosić po-crveni. Eto, to je. Nga që e kemi për qëllim është me nësi që fëmijë me pas një sukses në një shkollë me arritë dhe diçka në jetë. Për shkak na punojmë hiç pa unal, hiç pa kur far lodhi, ne punojmë për me ato që kemi për veti, në ato që dim ja u transmetu fëmijët që në mënyrë ata me kanë shumë të qartë me pas, mos me pas me thonë ngecjen çdo lëmit jetës. Канаваса, сега ми сърцикори добродошлица, свако зис и свако чавала физла къде со керас кере. Къде алкајовла физла, ако на романес прво, по пропизла къде това керга джиканес, че те си чоли чип. Onda si имам клуби сар математика, тај српски, къде къде дуе се чавен. Јек жено кела математика и српски и од касичо на оброја, ословоја, Сърте му кемпова, че те керем пола, че сте пиши за на линие. Сърте за памтизен и таблицен, а те си на памет само да на бубаю, него се разумева. Kera sa vesh besh që të ven Harica po aktivna. Shumë po ma merr mendja se edhe ne ti kisha pas një lloj si qendër, sigur prej klasës parë deri në klasën e 5, nashta isha konë edhe 50% më mirë. Qendra është shumë e rëndësishme. Na domethënë veç viti 4 që punojna, edhe kena punë suksese shumë të mëdha. Nëse folëm për suksese, kena me fol shumë. Se për kushtet që i kem suksese kem tepër të mëdha. Se e kem objektin shumë të vogël, i kem kushtet minimale të mundshme për fëmin edhe për fëmin që vinë zakonisht këtu në qendër, sukseset janë të mëdha. Ato janë nis prej vijimit të fëmijëve në shkollë, se si qendër kena arritë që fëmija me viju shkollën më shumë, me viju mos voglu numri i braktisjes shkollës, edhe u rrit sukses që mujna me thonë sukses më i madh është u rrit edhe nota mesatare e shkollës Selman Riza. Unë po e shoh se atje punohet pak i ndihmojnë atimve, sa do kudo një kujdes është pak më i madh i atimve për stimulimin për të mësuar. Ka bo një punë të mirë, sepse kjo qendër nashta nuk do të me konë vetëm Fushë Kosovë, po do të me konë gjitha komunat ku ka minoritete. Unë kam në klasë këtu që ato dy vajzat që janë të shkëlqishme janë të djetë me peshe. Të gjitha peshe i kanë. Kushim ekzistu sikur qendër këtu në Fushë Kosovë, se do të kishte qenë shumë vjeshmëria më e vogël në shkollë, dhe fëmijët nuk kishin mujt me shku në shkollë si duhet, a nuk kishin mujt mu kanë të rregullt në shkollë. Por nëse qendër kemi mundu që gjithmonë ato me nxit me shku në shkollë, edhe për me kanë një mësim më të fortë me pat atje me mësu më mirë diçka. Me thënë drejtën është shumë e rëndësishme ekzistu një qendër e tillë në shtime. Do të ishte mirë që të ekzistonte për gjithë fëmijën. Znanje koje stiču ovde ispoljavaju ga u školi i time dobijaju motivaciju da nastave svoje dalje školovanje. Znači, amaro baro cili tani që o mentalitetit e meninolpe të bajrolo svest ani edukacija e Romane Çavengi. Gjatë bisedës me mësues në shkollë,
Kom po edhe më kanë thonë që fëmija janë shumë, kanë vetë besim, ma shumë edhe shprehin ato që ka e din, nuk ngurrojnë. Bez obrazovanja, amena qyqas nikad nigde. Ne samo Roma, nego niko. Niko nikad nigde. A minđe nasa ke obrazovanje si jek najbitnija stvari, sara minge, sara marçavinge. Vitin 2010-2011, prej ofër 550 zoncave, vetëm 14 zonca ka bërë mësimin. Šta radi tamo? Kad imaš Lopta. I tu je da tenis. Makni ruku dole. Šta vi imaš tu? Da vidim. In the youth, we see it in the kids, the willingness of children to raise their hand, which teachers report in school, to actually take part, to feel they can be part of the school as well. So all that's a change in attitude, courage is extremely important. Tash për momentin I kemi 51 nxënës që janë në shkollat e mesme edhe 16 që janë në fakultete. Kjo është një sukses shumë I madh. And we see it now in the youth who work with us, that they have more confidence, that they believe they can accomplish something because they are accomplishing something. They're working as tutors, they get results. That's important to them. They know they're doing the job. They know that they can create something, they can make something happen. They can see the results in the younger children. And on that basis, they have more faith in their future, they have more faith in their own education, they have more faith in the future of their communities. Amari buti, ser mediatori te brinina e qavenge, mashkari shkolla, mashkari roditelja, hema mashkara mari butin. Të gjithë bashku, shkolla, prind dhe qendra do të ndihmojnë në edukimin e fëmijëve. E para më rëndësishme është që fëmia mos të braktisë mësimin. E dyta, të fëmia ndihet I barabartë dhe të gjitha drejtat e njëjta me fëmijët tjerë në shkollë dhe ajo që ndihmon qendra është që fëmia të ketë një edukim kualitativ në shkollë. Para se na me fillu me punën si mediatori I këtij projekti, nxënësit e këtyre 3 komuniteteve kanë qenë të lënë pas dore. Ndoshta nga neglizhenca e vetë prindërve dhe mos vetëdijsimi I tyre për ta ditur rëndësinë e shkollimit. O mediatori prenisnilo svako problemi savo I silen o qave. Ojta na non stopa ni kontakt e administracijasa e ani osnovna škola. Pedagogija, psihologija, sekretarija, hemi direktorija. Mnogo nam znači to iz razloga što uvek znamo koja deca nisu redovno u školi, koje imaju problema u školi, koje su možda napustila školu I samim tim možemo da rešimo te probleme. Mediatorët kanë trajnime të ndryshme në komunikim, në ndërmjetësim, në raportim, në intervenime, raste të ndryshme dhe ata janë nga komunitetet. Janë nga komunitetet sepse një mediator I cili nga komuniteti është më I lirë dhe më I pranueshëm në familje. O Geni! Ali ova aquela mangi kaj sa roditelj gjallë, me mora të gjallë ko roditelj pozitiva se të vakeravski, sus kena gjallë I disa raz dok si sa problemi aquela ki shkolla ili sus kena ne redovno ki shkolla. Mundësia e nxënësve sot që shkojnë në shkollë normal që është shumë më e mirë, sepse kanë mediatorin për vetë komunitetit tyne, nuk e kanë mediator një gjuhës tjetër që nuk e kupton, apo nuk mundin më nish lirë me I tregu
problemet apo shqetësimet që i kanë për shkollë. Pa Mari Butiamen dovoljno je gdrom so đani škola, te motivači si gjiko so brininosi i si prisustvo, on menjinen ostava mare çavenca, razumine? Znači on da den njek isili njek motivacija mendar, diken që gjiko brinolpe, hemon da kokori çven po trud, pi buti te bi pomožinene amare çaven. Stimulimi më i madh është kur unë arrin një nxënës me këthy në shkollë. Kur ai ka praktikë për një kohë 4 ose 5 muaj, me punën time kom arrit me këthy në shkollë. Muj me thonë që kjo një sukses më mirë, edhe po më shtyn që me po motivon që unë me punu në vazhdimësi shumë më tepër, edhe me tregu suksese shumë më të larta, se sa që kom tregu deri tash. Nderuari Zoti Kryetari i Kuvendit, nderuari President, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Kosovo is finally poised to go its own way with the unilateral declaration of independence. Ky proces ka filluar në 2006 me kërkesë të qeverisë për asistencë në hartimin e kësaj strategjie. Ame sinamin yek malipe penja